Krahni zullumtar, mos I përkrahni iniciativat e fliqura, mos I ndihmoni, mos I dorë trokiteni, mos I përcjellni, mos I lavdroni, largohuni prej tyre, largohuni prej atyre që merren me bigjos, që merren me kamat, që merren me programe të fliqura, që merren me organizime të ndyta, mos I përkrahni. Duke u nis prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa ka qenë pejgamberi këmbgulës, kjo vazhdon për të rit ton, se ndonjëherë dikush prej tonëve thot, po, unë du Islamin, unë nuk du të rri me vajza, unë nuk përshëndetem për dore, pa e din se kam bet I vetmuar në klas. Ti nëse kem bet I vetmuar në klas, mos u dëshprose, mos mendo se vetëm tije, po edhe nëse mbetesh I vetmuar, mos harro se ai mundot që aprishi edukatën që ja kem bjell të shpija dhe I thot mos I ndjoni mo plesh se ka kalua jo ko, s'ka gjo për një nati pse zbavitesh, mo me këto shokti nuk takohesh, valzoti vajza muslimane me djalin e huaj musliman sonte edhe mu jep fund, zotën qatëheri jep fund edhe edukatës, edhe terbijes, edhe islamit. I thua Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Rabb, نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këto ajeti kerim që urdhënon, Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medreses së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke i lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me fuqinë e vet mbar musliman prej zullumit të zullumqarëve, Allahu t'i shpëton, ndërsa zullumqarët mes vete t'i shkatërron. Po ashtu na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me mëshirën e vet neve si gjunahqar për azapit të xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasib të ne bën. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës së bekuar, suratu Fussilet. E posaçërisht në hijen e ajeteve që lexova para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë sa minut nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Gjelal që frimarjet tona të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Jannetul Firdaus të na i kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, ajetet që lexuam më parë të xhumon e kaluar në spjegun për një grup të njerëzive mprapshtan, të cilët ndalonin nga leximi i Kur'anit dhe porositnin që të bëhet zhurmë e mos të ndëgjohet fjala e vërtet. Ndërsa ajetet e sodit na spjegojnë për një grup tjerë të njerëzive, për disa njerëz tjerë, për disa karakteristika të njerëzive të udhëzuar, të njerëzive të shpëtuar, të njerëzive fatlum në dunjo dhe fatlum në ahiret. Allahu inshallah prej kësaj grupe me qenë nasib në bëf. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal thot: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Pa më dyshe, ata të cilët thonë Zoti in është Allahu dhe pastaj janë të qëndrueshëm dhe vazhdojnë sirati mustaqim, pra vazhdojnë rrugën e drejtë. Tatanazzalu alehimul malaike, atyre do që zbresin melaqet. Në momentin e vdekjes, në momentin më të vështirë, do që zbresin melaqet. Në natën e vorrit do që afrohen melaqet të kryet. Dhe kur do dalën ditën e mahsherit, përsëri do që afrohen, do që paraqiten melaqet. Me çfarë gëzimi, me çfarë sihariqi, melaqet do që i thojnë: Alla takhafu wala tahzanu. Mos u frigohni për të ardhmen dhe mos u dëshpërohni për të kalumen. Kur të vinë momentin e vdekjes, do të zbresin melaqet, do të i thojnë: mos u frik prej daljes së shpirtit, se ty të pret vendi këndshëm. Në atë vend kur të shkosh nuk don më përsëri në dunjë të kthehesh. Mos u frik, wala tahzanu, dhe mos u dëshpëroh pse ti e le evladin, e le bashorten, e le familjen, e le shtëpin, e le luksuzin, se këto janë shumë pak në krahasim me bafqen e xhenetit. Mos u frigoh për ardhmërinë dhe mos u dëshpëroh për ato që le mrapa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah.
Na jemi dashamirët e juaj në dunjë dhe në ahiret. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nga se për ju Allahu Dhul Jalal ka përgatit çka ta don shpirti dhe do t'i meritoni ata që Allahu ju ka premtu. Inshallah i meritojmë dhe Allahu nasib në bo. Nuzulan min gafurin rahim. Këto gjëra të bukra të mira të cilat na i premton Allahu në Kur'an për jetën e amshushme janë të përgatitura nga vetë Allahu Dhul Jalal. O vëllezër të dashur, pra këto ajete kuranore kanë për qëllim të na bindin, pasi që këtë fe kemi pranuar vullnetarisht, elhamdulillah, dhe të mos jemi labil, të mos jemi të luhatur, po të jemi këmgullur. Inna ledhina kalu Rabbun Allah. Ata të cilët thojnë Zoti in është Allahu. Thumë me stakamu, pastaj qëndrojnë në këtë fjalë. Nuk luhaten. Se vetëm me thënie dhe vetëm me deklaratë, o vëllezër të dashur, nuk shpëtohet. Lime të kulune ma la të falun. Ata të cilët deklarohen se janë muslimon, ndërsa punët i bëjnë si të tjerët, Allahu Dhul Jalal thot, pse thoni ata që se punoni? Pse thoni ata që se praktikoni? Pra ata që e thoni duhet ta punoni. Ata që thoni është e mirë duhet ta ndihmoni. Ata që e shihni se është e keqë duhet ta pengoni. Dhe nga kjo mos u largohni dhe mos devijoni, se nuk jeni musliman të vërtet vetëm në mënyrë deklarative. Yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Allahu Dhul Jalal hipokritët i përshkruan në këtë formë. Thot, ato thojnë me gjuhë të veta çka se kanë në zemër. Ndërsa muslimani e thot ato çka e ka në zemër dhe ato çka e thot e çet në vepër. Në praktik, lum për to, ajo është fatlum, ajo është i shpëtuar, ajo është i përgëzuar me të mirat e xhenetit. Allahu inshallah të gjithëve nasip në bë. Vëllezër të dashur. Thumë mestakam, pastaj janë të qëndrueshëm. Pastaj vazhdojnë rrugën e vërtet, rrugën mesatare. Allahu Dhul Jalal në ajet kuranor në surën Hud i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirte wa man tabe ma'aka wala tatgaw. Fastaqim kama umirte. Qëndro, mbaje penin drejt, shko vis për të cilën të kam përcaktuar, sirati mustaqim. Pra shko asaj rrugë për të cilën Allahu të ka drejtu dhe Allahu të ka udhëzu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë me shtagën e vet boni një vi për së drejti dhe njënë të gjatë të shtrem dhe njënë të majt. Dhe tha, hadha sebili. Tha që kjo e drejta është rruga ime. Fattabi'uha. Tha ndjekni këto drejt mes. Wala tattabi'u subul. Mos i ndjekni rrugicat, mos devijoni, po mbani rrugën e drejtë. Se çdo rrugë tjetër pas asaj të drejtës ka nga një shejtan që fton në te. Pra jeni të qëndrueshëm, jeni besnik në sirati mustaqim, në rrugën e vërtetë, në rrugën mesatare. Mos e teproni as në fe, mos e teproni as në fe, se në fe nuk është e pranuar teprica, përveç asaj që Allahu na ka spjegu dhe pejgamberi na ka tregu. Përveç asaj, ju e keni të freskt, edhe mo ndodhin e 3 djalmoshave të cilët shkuan te shtëpia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetën Hazreti Aishen, nga se pejgamberi nuk ishte prezant, i than, ja ummul mu'minin, o nona e muslimanve, a na e tregon ibadetin e pejgamberit, si bon pejgamberi ibadet? Hazreti Aisha ju spjegoi dhe tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falën 5 kohë të namazit, siç e dini ju. Kur ka nevojë të viziton doni të sëmun, ai e viziton. Kur ka mundësi të merr pjesë në xhenazë, ai në xhenazë shkon. Kur ka mundësi dikujt të ndihmon, ai e ndihmon. Natën fal namaz edhe pushon. Axhunon në Ramazan dhe ndërpret jashtë Ramazanit. E kështu me radhë. Atë diçka than po, kjo është pejgamber, nuk ka gjunahe, kjo për ne pak është. Kjo që bën pejgamberi për ne pak është. Njoni tha, unë do të bëj ibadet ma shumë se pejgamberi. Ai një ditë axhunon, një ditë pushon, unë për çdo ditë do të axhunoj kur se prishi, tan jetën.
Ai tjetri tha, po, pejgamberi falet edhe flen. Unë kam shumë gjunahe, nuk jam pejgamber, unë do të falem gjithë natën, hiç nuk flej. Ai tjetri tha, unë nuk do të formoj familje, se formimi i familjes është nga tres. Tha, nuk formoj familje, nuk martohem, dhe do të jetoj kështu si murg, i vetmuar, vetëm për ta adhuruar Allahun. Dhe shkuan, kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aisha shumë e kujdesshme në këtë gjëra, shumë serioze mor këtë çështje dhe qëndrimin e tyre. Dhe sa erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aisha e lajmëroi, tha, ja Resulullah, kanë qenë 3 djelmosha, të kanë lypty, po s'të kanë gjetë, më kanë pitë mu për ibadetin tënd, unë jam përgjegj, ato disi e kanë pa pak ibadetin tënd, jonë zotu se do të bëjnë ibadet ma shumë se ti. Njoni do të falet, nuk do të flen, qetri do të agjënon, nuk do të han, nuk do të aprish asnjëherë, ndërsa ai qetri nuk formon familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa shpejti shkoi në xhami, i ftoi njerëzit, kur u tubuan tha, dikush prej juve ka thonë kët e kët, të gjithë keni gabuar, të gjithë keni gabuar. Tha, mbajeni rrugën time dhe mos devijoni, fa man ragiba an sunnati falaysa minni, nga sa ai që e kalon dhe e lën rrugën time nuk ka prej umetit tim. Pra mbajeni rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos u bëhni ekstrem në fe, se nuk ka ekstremitet në këtë din. Inna ad-dina yusrun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, feja është e lehtë, vetëm ata që s'duan dhe ata që vetë ngarkojnë. Ashtu ishte rasti me njërin që desh të lexon Kur'an shumë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mjaft e ki për 7 ditë. Tha, unë më pak ja Rasulullah, me më pak kohë bëj një hatme. Pastaj tha, vazhdo një kohë të shkurt, pastaj se ne bonte, tha, sikur ta kisha ndëgju pejgamberin. Pra, kështu në hëxhum në fillim, na duket pak, pastaj se ne vazhdojmë. Pra rruga sirati mustakim është ajo në të cilën na kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të dashur, Allahu dhul xhelali ka thonë pejgamberit, fastakim, qëndro në parim. Në islam ka parim, o vëllezër të dashur. Në islam ka parim. Antarësimi në islam ka libres. Dhe ajo libres nuk ndrohet si librezat e partive. Disa njerëz në herë kanë pas libres të kuqe, pastaj shiqirer demokracia, u registru në një parti, pastaj nuk e gjetën veten të merituar, shku në një tjetër, pastaj edhe atje nuk e pan veten mhije, kalojnë në një tjetër. Ndërsa në islam ka parim, nuk ka parti. Në islam ka parim, dhe muslimani ka një libres, dhe ato nuk guxon të ndronë. Në atë libres shkruan, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe këtë libres si të ndrosh, mos ka tjetër mo. Atëherë mo shkon në kufër, në udhubila. Nuk ka ndrim të librezës. A e ke pranu librezën e islamit? E ke pranu vullnetarisht dëshmin, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah? Pra je i qëndrushëm në të. Fastakim kama umirte, wa men tabe ma'ake. Porositi edhe ata që janë penduar, pra fjala për ata që s'kan qenë musliman, e janë penduar nga shirku, e kanë pranu islamin, edhe ata le t'jenë të qëndrushëm. Pra bëhet fjala edhe për musliman, të cilët janë lind musliman, elhamdulillah, pra ndë ka nevojë të jenë të qëndrushëm në këtë din. O vëllezër të dashur, wa men tabe ma'ake wala tatgaw, dhe mos e teproni, dhe zullum mos bani, pra jeni mesatar. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, dhe jeni të qëndrueshëm, mos u mbështetni atyre që janë zullumqtar. Mos u mbështetni atyre, mos i përkrahni zullumqtar, mos i përkrahni iniciativat e fllihura, mos i ndihmoni, mos ju dorë trokiteni, mos i përcjellni, mos i lavdroni, largohuni prej tyre. Largohuni prej atyre që merren me bigjos, që merren me kamat, që merren me programe të fllihura, që merren me organizime të ndyta. Mos i përkrahni. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, e pastaj ju roke dhe juve zjarmi, vetëm me të përkrahur. Mos thuaj nuk jam aktivist, po vetëm e përkrahej kështu. Nëse përkrahën të keqen, atëherë zjarri të kap edhe ty bashkë me to. Vëllezër të dashur, pastaj wa aqimis salah, dhe fale namazin. Innal hasanati yudhibna sayyiat,
nga se namazi i largon të këqijat, i largon gabimet, i largon të metat. Wasbir, dhe je i durushëm. Shiqoj parimet në islam, vëllezër të dashur, 2 urdhra dhe 2 ndalime. 3 urdhra dhe 2 ndalime. 5 kushte të shpëtimit. E para, festakim, je i qëndrushëm dhe vazhdo rrugën e drejtë. E dyta, wa aqimis salah, fale namazin. E treta, wasbir, je durimtar. E ndaluara, la të të gau, mos e të proni dhe zullum mos boni. E dyta për të ndaluarave, wa la tërkenu ila alladhina zalemu, dhe mos i përkrahni ata që bëjnë zullum, atëherë do t'jeni të shpëtuar. Pra vëllezër të dashur, si kanë qenë muslimant duke u nis prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka qenë pejgamberi këmbgulës, kjo vazhdon për të rit ton. Se ndonjëherë dikush prej tonëve thot, po, unë e du islamin, unë nuk du të rri me vajza, unë nuk përshëndetem për dore, pa e din se kam bet i vetmuar në klas. Ti nëse ke mbet i vetmuar në klas, mos mendo se vetëm tije, po edhe nëse mbetesh i vetmuar, mos harro se jetu shkel në tragun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se dhe ai ka qenë i vetmuar në shumë raste. Kur ju afrun mushrikët e Mekës Ebu Talibit dhe i than, meru vesh ti me djalin tënd, se nëse jo merremi vesh ne, u ngrit Ebu Talibi, shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, o e vladi im, o biri im, nga se kishte vllaut, pra, o biri im, largohu tha kësaj rruge, largohu kësaj iniciative, kësaj pune të cilën e ke nis ti po do këto me i bo muslimon, këto islami nuk e pranojnë, këto po kërcënohen mu edhe ty, a bon të tërhiqesh? Tërhiqu për kësaj pune. A dini çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me lot në faqe, me lot në sy, ju drejtu axhës vet, të cilin e kish krah të gjatë, ndihmues e kishte, kur e pas edhe ki, po tenton disi me largu nga kjo rrugë, nga ki parim, jo nga kjo parti, nga ki parim i cile ka emnin islam dhe qëndrueshmëri, ju drejtu me plot bindje axhës vet, të vetmin e kish ndihmues dhe i tha, o axhi im, vallahi, nëse diellin ma vendojnë në krahun e gjatë, e hanën në krahun e majt, unë nga kjo rrugë nuk largohem. Subhanallah, shiqo çfarë bindje o djalosh, shiqo çfarë bindje o musliman, e sidomos kjo vlen për rinin ton. Dielli ambahet në krahun e gjatë, hona ambahet në krahun e majt. Subhanallah, a ka fuqi njeriu t'i ban këto di krijesat Allahu dhul xhalal? Me gjitha to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta binda axhën e vet, se nga kjo rrugë nuk ka largim, nga ki parim nuk ka largim. Tha, nëse diellin ma vendojnë në krahun e gjatë, e hana në të majtin, unë nga kjo rrugë nuk largohem. Kur e pa bindjen e ti axha i vet Ebu Talibi, atëheri tha, vazhdo o biri im, se do të më kesh me vete sa t'jem gjallë. Edhe ti do ta kesh me vete ndonjë djalosh, edhe motra muslimane do ta ketë me vete ndonjë motër, kur ta shef se ajo është në rrugë të vërtet dhe është me bindje dhe nuk luhatet. Pra istikam do të thotë qëndrueshmëri, qëndrueshmëri në dashninë e Allahut dhul xhelal, qëndrueshmëri në dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte një djalosh i ri, i cili e kishte emrin Hubejb ibn Adi, e zunë rob mushrikët, e zunë rob dhe ja vun litarin karshi dhe e pa litarin me sytë e ballit dhe i than, a e sheh litarin, për ty e pregadisim një kusht të afrojmë, nëse ti deklarohesh se ti pajtohesh që në këtë litar të vjen Muhamedi e ti të lirohesh, a pajtohesh, vetëm thuj po, na të lirojmë. Subhanallah, vetëm thuj po, unë pajtohem që Muhamedi të hipjen litar, më lëshoni mu, thuj që shtu, na të lirojmë, vetëm deklarative, vetëm në mënyrë deklarative, thuaj, nuk ja pranoj shpirti dhe nuk ja lejoj ndërgjegja që ai të thot po, më lëshoni mu, unë pajtohem. Tha, a dini çka tha? Subhanallah. Tha, jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të vihet në litar, po une jam gati të hipi në litar e nuk e ndroj me një therë të shpoj kamën e pejgamberit. Kështu me më thonë,
A pajtohesh ti ta shpoj një therë pejgamberin në këmbë, e ti të lirosh nga litari? Unë e thëm jo, unë hipin litar, pejgamberin tim mos të ma shpoje ndo një therë në këmbë. Kështu e kanë dash pejgamberin, kështu ka pas parim, prandaj kanë fitua vëllezër të dashur. Dhe kur e kanë pa bindjen e tij janë habit, dhe kanë thonë subhanallah, po pejgamberi nuk është prezent. Hajde sikur të ish prezent për sy e faqe, po pejgamberi nuk është prezent. Pejgamberi nuk është prezent, por Allahu i pejgamberit dhe i ati është prezent. Ki nuk e tradhton Allahun as pejgamberin, dhe nuk dakordohet që të shpoton nga litari e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta shpon një therë në kam, që nuk do të thot puna e madhe. Vëllezër të dashur, një rast tjetër është për ta regjistruar rinia jonë, për të qenë në sirati mustakim, për të qenë të qëndrueshëm në parim, që të mos jenë të luhatur. Wala tarkanu ila alladhina zalamu. O rini e dashur, mos i përkrahni ata që kanë dështu, mos u frigohni se vetë nuk mbeteni, por i keni me vete njerëzit e mirë, me laiket dhe razin lëkun e Allahut dhul Gjelal. Mos thuaj, po si mos të shkoj unë në matur, mbes vetëm unë. E atëherë qka u bo? Atëherë po shkoj edhe unë. Ku të shkojnë krejt edhe unë? A është razi Allahut dhul Gjelal? Në këtë formë në të cilën festohet matura në këto vitet e fundit o vëllezër të dashur. A është razi Allahut dhul Gjelal? Djem e vajzas bashku, edhe ato me një bidat të fliqur, që e kanë bo tradit, ato që i mësojnë kinë se i mësojnë fëmijët tanë, dhe e quajnë arsimin edukativ arsimor. Pra thojnë, shkolla është program edukativ arsimor. Qatë edukativ hiqe, s'osh edukat. A di qka do në thot edukativ? Do të thot se aje edukon fëmin tënd. Aje nuk edukon, pa i mundot që aprish edukatën që ja ke mbjell të shpija. Dhe i thot mos i ndjoni mo plesh se ka kalua jo ko. Ska gjo për një nati pse zbavitesh, mo me këto shokti, nuk takohesh. Valzoti vajza muslimane me djalin e huaj muslimon sonte, edhe mo i jep fund. Zotën qatëheri i jep fund edhe edukatës, edhe terbijes, edhe islamit. I thua fund i dhash. Pra i jep fund të mirës, jo të keqes. Pra vëllezër të dashur, rrug dalja, që të mos jemi ekstrem. Njoni thot nuk ka fest dhe nuk ka festim të maturës. Jo, ka festim të maturës. Ka festim të maturës. E di pse? Ti feston se ke kry shkollën e mesme dhe të hapen rrugët për fakultet. Elhamdulillah, festo vllai dashur. Festo motër muslimane, po jo me haram. Tu bohni ato që jeni të mirë, ato që jeni të dhëzuar, ato që keni frikë Allahun, ato që keni respekt pejgamberin. Bashkohuni në një lokal të mirë, në një shtëpi të mirë, apo në një lokal pa alkohol, gëzohuni, hani pini, akshamin mos e harroni, kur të vija cia faljes bashku, përmendja Allahun dhe pejgamberin, uronja një qetrit, dhe unë prej këtu ja uroj këtine dhe urim ju qoftë pra. Por, jo në atë mënirë, vajza e djemë së bashku, në për restorane, arsimtarët me to, gjithë natën, disa edhe me alkohol, e sa prej tyre në Zotin arujt, me punë të këqia, mos flasim për cigare, mos flasim për vallëzime, dhe kushte pas kanë bënë, që kur të dalen para publikut, të dalen me partner të përbashkut. Një djalë me një vajzë për krahu, e nesër, unë e marë që tërkon dhe ajo merë që tërkon, Zoti ju dhasht hajrin, ati edhe asaj. O vëllezër të dashur, a nuk ashtë qoroditje kjo? A më qka bëhet për një natë? Subhanallah, për një natë bëhet katastrofë. Shumë është një natë për të bëhe laqë. Për të bëhe laqë një minutë mjafton, o vëllaj dashur. Për të bëhe laqë një minutë mjafton. Nuk ka nevoj një natë të tërë të hargjësh, ti duke u bërë rezin. Pra keni kujdes, prind musliman, keni kujdes për edukimin e fëmijëve tuaj. Duhet kemi kujdes për evladin ton. Duhet të kemi parim në islam. Nuk duhet të lejojmë ashtu si që i kanë dhe gjdo kuaj. Po na jemi elhamdulillah të udhëzuar dhe nuk e kritikojmë festimin e maturës, por e kritikojmë festimin e kuturës. Se disa e festojnë maturën, disa kuturën. E kutura në islam nuk shkohet kutura. Si mshelas nuk shkohet, o vllai dashur. Si mshelas e diku shkon në grop.
Sy mshelas shkon në grop në dunjo dhe në grop të xhehenemit, edhe ndoshta sy mshelas diku ndon të shkon edhe në grop. Por na elhamdulillah, Allahu dhul xhalal na ka udhëzu, Kur'an na ka dhuru, pejgamber na ka dërgu, mësimet i kemi para vetes. Jemi të sinqert dhe jemi siqel që të mos mashtrohemi. Ka alternativë, ajo e keqja ka alternativë. Nëse ata të cilët nuk mund të shkepen vajza me djem, a nuk ka për juve të cilët mund të shkepen nga vajzat dhe nga ato të këqit dhe të organizojnë në mënyrë të lejuar, në mënyrë halal. Bonje se pari kjo generat, e të jeni udhërëfis për të tjerët, e të keni pastaj se vapin atyre që dhe ta bëjnë pas juve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men senne sunneten hasene, felahu ajruhu wa ajru men amile bihi. Kush e bën një tradit mirë, e nis një rrugë të mbar, ai do të ka sevap edhe për ata që do të vinë mbrapa. Vitin e ardhshëm kur të vi koha e maturës, do të ndahet një grup prej djemve veç dhe një grup prej motrave muslimane veç, dhe do të thojnë, na si meshkuj do ta festojmë maturën, çashtu si e bën ato të vjeshmit, edhe ishte në rregull. Edhe motrat muslimane do të thojnë, edhe na do të ndahemi dhe do ta festojmë në mënyrë të lejuar, do ta festojmë me abdes, do ta festojmë me gëzime, me urime, me namaz, me zikër, me disa fjalë të bukura, edhe kjo do të urohet dhe nga Allahu do të jetë uruar, nga Allahu do të jetë bekuar. Fatlum është ai që nis punën e mirë. O vëllezër të dashur, nisni në të mirë, mos nguroni, largohuni nga e keqja, turprohuni. Pra, parim, istikam, qëndrim, rrugë të mesme. Nuk jemi ekstrem në islam, elhamdulillah. Në islam ka tolerancë dhe nuk ka fe ma tolerante se islami, o vëllezër të dashur. Por në haram, islami nuk toleron. Në haram toleron kur s'ka mundësi. Kur s'ka mundësi, atëherë toleron. Islami ka toleru. Çka ka toleru? Nëse dikush për shembull ka rat fikt, nuk ka çka të ushqehet, Allahu dhul xhelal ja ka leju haramin sa të ngrihet në kam, derisa të furnizohet me halal. Ema Islami nuk toleron ose natë e maturës. Shikoj, unë nuk kam pi vetëm natën e maturës. Kështu thot, a? Edhe mo nuk pi mo, vetëm natën e maturës. E di pse? Për hatër shoqënisë, po mo dahem prej këtyre. Dahu edhe kur mos u bashkoh. O vëllezër të dashur, pra dahu me të mirë, dahu me punë të mira, jo mbas të keqes. Si ka qenë parimi muslimanëve të parë, më lejoni t'ju bie edhe një shembull, dhe kjo vlen për të gjithë, sidomos për të rinjt dhe të rejat tonë. Si kanë qenë muslimanët e parë? Një musliman me emën Huzafe u robnua nga Bizantët, nga Bizantinasit u robnua. I treguan mbretit se e kanë robnu një komandant musliman me 20 ushtar. E kanë robnu. Musliman të fitun luftën, mirë po mbetën. Një komandant musliman me emrin Huzafe me 20 ushtar mbeti rrethuar dhe u robnua. Tha mbreti Bizantinas, ma afroni atë musliman para vetes, ta shof bindjen e ti sa ka bindje në fenë e ti. Kur ja afruan, i tha mbreti, tha të nësar, tha bonu i krishter, ta jap gjysën e pasurisime. Mbret, tha pranoj krishterizmin, ta jap gjysën e pasuris. Tha si kur të ma japish të gjithë pasurin tënde, unë nga islami nuk largohë. Subhanallah. A i kishte mujtë me thonë, po e pranova krishterizmin edhe hecë, ashtu si që pranën shumë njerës tonët islamin, gojarisht. Tha me madhon gjithë pasurin dhe mbretërin tënde, unë nga islami nuk largohem. E pa se kjo është kom ngulës, tha, kam një propozim tjetër. Tha, urdhëro, do të lejoj ti një natë të plot në hotelin më të bukur, me gjithë lezatimet dhe me gjithë të mirat. A do të pranojsh? Tha jo. Tha nuk pranoj të dahem nga grupa ime, nuk ndahem nga ushtarët e mi. Atëher porositi aj gjandarët e vetë dhe e muren këto të vetmuar, e qunë në një vill të bukur, ja afrun ushqime të lloj-llojshme dhe ma vonë ja afrun një vajzë të lakuriqme. Lakuriq, një vajzë më të bukur, dhe ja mbyllën derë dhe e lan atë me atë, por me atë dhe atë ishe dhe aj. Mos harro,
Asnjëherë mos thuaj nuk ka tjetër përveç mu edhe ty. Përveç mu edhe ty është edhe ai, mos harro. Atë mos e harro. Huaj, Allahu e lan gjithë natë. Ajo me atë dinakrinë e vetë, me ato hilet e veta, mundohesht e ti afrohet, e ta prek trupin e ti të bekuar me dorën e fliq të saj. Sa herë që ajo nga të dorën, ajo shtinfke të mrapa dhe thoshte La ilahe illallah. Kur thoshte la ilahe illallah, asaj të bike dora poshtë, sa ne prek të trupin e ti. Subhanallah. Pastaj të nëton të ngritë dorën ta prek trupin e ti, ai thoshte la ilahe illallah, i bike dora poshtë. Kështu vazhdoj gjithë natën, ajo duke tentu, ai duke dëshmu se s'ka zot tjetër, pos Allahut. Dhe kur dol drita, i qoj gjandarët e vetë, punëtorët e vetë, tha shkoni pytnje dhe shifnje situatën, qka ka ndodhë gjatë natës? Jo afrun asaj dhe nëzorën, thanë, si e kalove natën? Tha me cilin? Tha me qatë njeriun? Tha paj nuk ish njeri. Tha qka ishte? A ishte gur. Sa lëviz guri ka unë, qaq lëviz ke aj. Po qka bonte? Tha gjithë natën thoshte la ilahe illallah, jam mësoj edhe kësa e shahadeti. Gjithë natën la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kjo nuk e dinte, por e mësoj shahadetin për gjithë natën. Qka thonte? Thonte la ilahe illallah. Tha a hiq që afrove? Tha kur e ngrisha dorën ka aj, kur thonte la ilahe illallah, si kur magnet marzonte dorën poshtë. Nuk ishte magnet ta tërhek dorën e saj, po kishte magnet ta largon dorën e fliqur, se trupi i ndershëm nuk pranon dorën e fliqur. O vëllezër të dashur, Allahu dhul xhalal ka thënë et tayyibatu lit tayyibin wa tayyibin lit tayyibat. Të pastërtit meritojnë të pastrën, e pastra meriton të pastrin. Wal khabithatu lil khabithin. Ato të fliqurit me të fliqurat, lejt të fliqurit me të fliqurat. Ti mos u solidarizo me ata. Pra e pan se s'ka rrug dali. A dini qka boni? Tha, ma afroni ato që si guri nuk lëvis. Ma afroni. Kur afrun pran ti, tha, ndhizje një zjarë, ma afroni një kazan, mbushnje me uj, dhe vinja zarmin për fundi. E kur të vloje më kalzoni, e ndezën zjarin, vun kazanin, filloj vala të vlon, u afru ki pres largu e shikon, se si gruflon dhe si del uji prej kazani nga temperatura. Atëherë afroj ato afer dhe tha, a e shef këtë kazanin që vlon? Tha, po e shof. A do të largohesh nga islami, apo do të hish në kazan? Subhanallah. Ja thuj nuk jam musliman, ose hin në kazan. O vëllezër të dashur, çka është kjo? Kjo është parim, kjo është qëndrim, kjo është sirati mustaqim. Disa gurbetçi tonë atje në perëndim na tregojnë kështu, e kanë vërtetu se në një vend prej vendeve të perëndimit, kisha ka organizu dhe ka hapur një restoran. Ditave të diella shkojnë njerëzit hanë gratis. Po ati shkojnë edhe disa njerëz të quajtur musliman. E më kallëzon njoni si ka shku, e ka pa dhe e ka vizitu. Thash, a kishte prej pejtonve? Valla kishte. Për fat të kesh, në restorant të kishes shkojnë e hanë gratis. Thash, pa a kish do një kompensim? A kish do një pagesta? Jo, kur gjon, vetëm një kusht ishte. Cili ishte aj? E kishin varë një kriq të dera, para se të hinsh restorant të hash, do të puthish kriq. Subhanallah, për një drek me puth kriqit? A kështu, a edhe kështu muslimana? Jo vllai dashur, kazani po vlon, ki po pregaditet, dhe tha, ose largohu prej islamit, ose qeku e ki kazanin. Ungrit, si luan, jo pishman, po si luan ungrit, me plot burni, me plot trimri, dhe i afrohet kazanit. Kur i afrohet kazanit me bindje të thellë, se kin nga islami nuk guxon të largohet, ndërsa në kazan mund të fundoset në val. Kur e pa, tha ndalu pak. E pa se edhe kjo mbaroj, edhe këtu s'mund të fiton. Tha ndalu pak. Kur e pa, këty muslimani po i lotën syt. Tha, pse po qanë, tha. Nuk e ki pa tjetër të hinsh në kazan, në val. Thuj nuk jam musliman, shpëton, tha, ti vetë po e zgjeth. Jo, tha,
ti gabim ke kuptu, unë nuk qaj, dhe lotët nuk kam rjedhin, pse do të hi? Tha po pse? Tha pse Allahu Dhul Gjelal nuk mi ka dhonë 100 shpirta, e për këtë din të hi një herë të vdes, të dalë për sëri dhe të hi dhe të dalë 100 herë për këtë din. 100 herë të hi në kazan të digjen. Subhanallah. Tha unë e qaj pëse Zoti ma ka dhonë vetëm një shpirt, vdes edhe mo, du të hi edhe mo. 100 herë duhet të përsëriti djegjen në kazan për hir të fjallës e Allahut dhe për hir të shahadetit. Kur e pa edhe këtë bindje tha ndalnje, nuk, Vlajdashur, haku e vërteta gjithmonë është nga dhënimtar. Ta dish, nëse je në rrugë të mbarë dhe je në rrugë të drejtë, mos u luhat, mos u frigo, se ti je nga dhënimtar. Kështu Allahu Dhul Gjelal ka thënë, wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a. Nëse jeni durimtar dhe keni frikë Allahun, hilja hilegjive s'ju ban dëm, mos u frigohni, mos u frigo. Nëse i përmbajtur, nëse i udhëzuar, nëse i përkushtuar, mos ju frigon notës qafirit se s'ka që ka të bojnë, se Allahu edhe dorën ati ka me qu me të dhonë notën. Mos u frigo, mos u likshto, mos devijo. Shqo vëllaj dashur, një mbret një herë ka desh të varje një njeri të drejt, e ka marrë letrën të shkruan, ka ardhë shefi policis dhe ka thonë, qka të bëjmë me filanin i cili është në burg? Tha ma jep një letër, dhe tha me gojen e vetë, ju shnak, varet, e morja i letrën të e ledzu për u dhe, në vend të shkru ju shnak, e ka ledzu ju të lak, në vend të shkru në varet, e ka shkru lirohet. Dhe a i merë letrën, shefi policis shkon në burg edhe liron. Tha hez Vlajdashur, mbreti të ka liru. Kur merë vesht mbreti e thiri, tha, unë të kam thonë se varet ti e ke liru. Kur ja dha letrën, tha, shiqo zotri vetë e ke shkru. Kur e pa e kishte shkrujt lirohet, në vend të shkru në varet, e kishte shkru lirohet. Tha, berma kënde, e mur pasari, ju shnak, kështu thot me goj, varet, ndërsa e ka shkrujt lirohet. E merë shefi policis letrën dhe shkon e liron. Kur mori vesh për zdyti, tha hezmër shka jetu bon, tha jo zotri shife, kur e shefe ka shkrujt lirohet. E murë së treti dhe tha, wallahi le ju shnak, wallahi do të varet, e ka shkrujt wallahi do të lirohet. Tha zotri, e ke shkrujt wallahi do të lirohet, tha oti, une du ta vari, Allahu don ta liron, liroje. Unë du ta vari, Allahu don ta liroje, shko liroje. Kur donë Allahu të lirohesh, ti do lirohesh. Kur donë Allahu të notohesh, ti do notohesh. Kur donë Allahu të martohesh, si ka thonë Allahu dhe pejgamberi, ti qashtu do martohesh. Mos u frigo, mos thuj si mos heqish me frizur jetë pa martu. Mos thuj si të mbulohesh jetë pa martu. Mos thuj si të falesh jetë pa martu. Se qashtu para sa viteve, kur të ri tonë kanë qenë shumë pak në xhami, një djalosh e fal namazin në një xhami dhe i thot një plakut, flas por atëhere, i thot një haxhis, Zoti Kabul, tha ndal, edhe ty Zoti Kabul, ama shikjo, mos u sill shumë ka xhamia se do t'jesh pa martu. Kështu pra, o vllai dashur, nëse Allahu Dhul Gjelal ka thonë të martohesh si don Allahu dhe pejgamberi, Allahu ka me ta mundësu, mos u frigo. Edhe ke me diplomu, edhe ke me u punësu, edhe ke me jetu me nder, edhe ki me vdek me nder, edhe ki me fitu dhe me meritu gjenetin, inshallah. Pra, vëllezër të dashur, kur e po mbreti Huzafen se ka që këm ngullës, atëherë tha, unë e kam propozimin e fundi, tha, urdhro zotrin, a pranon ti, tha, para këtine njerëzive, ta frohesh dhe të më puthish mu në balë? Tha, a mi liron edhe shokët tjerë, i kam edhe 20 ushtarë, a mi liron edhe shokët tjerë, veç mu jo? Tha, krejtve kam me ju liru, po me kush që ti të më puthish në balë. Tha, bonu gati, a je hoqat kurorën e vetë, kjo afru në vend të puthja e pështini. Kjo është puthja yte, meriton ti pështini. Kështu kanë vepru muslimon. A dini që ka boni? E vuni kurorën, tha, ajde e kriti punën lironje. E pa që s'ka mo, disfat, dështim. O vllai dashur, muslimoni është nga dhënimtar, muslimoni është e këmbgulës, muslimoni është aktivist, muslimoni është i mençur, muslimoni është trim, muslimoni është guximtar. Zguxon muslimoni me qenë tuc, zguxon muslimoni me qenë frikës,
Zgudzon muslimani me qenë labil. Muslimani i ka kushtet e veta dhe cilësit e veta, dhe duhet t'i posedon nëse ai don të fiton dhe don të shpëton, dhe nëse e don si hariqin e melaqeve. Në momentin e vdekjes ti vin melaqet ta si hariqojnë. Pra i mori 20 ushtar me vete dhe shkoj lajmi në Medinë. Shkoj lajmi të Omeri radiallahu anhu se Huzafe me një pështim i ka liru ushtarët, jo me një puthje të kokës të qafirit, por me një pështim. Dhe këto që i ka përjetu deri tash i kuptoj Omeri se çfarë ka përjetu. Tani Omeri radiallahu anhu i porositi gjithë Medinasit, tha dilni në hyrje të Medines dhe e keni por obligim kur të vjen Huzafja të gjithë ta puthni në ball për punën që ka bën, për qëndrimin. Gjithë ashabët dhe muslimanët që kanë qenë prezent atëherë kanë dalë kanë puth në ball këtë komandant të shquar me plot kuptimin e fjalës komandant, që ato kanë qenë komandant o vëllezër të dashur. Pra kështu e kanë meritu nderin dhe krenarin para njerëzive, e kanë meritu lavdëratën dhe e kanë meritu xhenetin në jetën e amshushme. Inshallah Allahu nasip me bon. Vëllezër të dashur, lutim Allahun dhul xhelal që ne të cilët quhemi musliman dhe jemi musliman, Allahu dhul xhelal këmbët tona në din islam të na i forcon, zemrat tona në hak të na i forcon, nga laramania, nga dyftërsia, Allahu të na largon. Lutim Allahun dhul xhelal rinis ton sidomos, Allahu dhul xhelal dashurinë e imanit në zemër nasip ja boft. Krenarin se janë musliman dhe të udhëzuar, Allahu nasip ja boft. Në të krelohen ata që janë musliman, në të knaqen ata që janë musliman, dhe në të binden se ata janë fitus, dhe ata janë ngërnimtar, dhe ata janë të shpëtuar, dhe ata janë të lavdruar, dhe ata janë të merituar, dhe ata janë të bekuar nga Allahu dhul xhelal. Lutim Allahun dhul xhelal rinin ton në islam të udhëzon, pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfurit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron, mbar muslimanve që ndihmon, ndërsa zullumqarët me zvete helash t'i ban. Ela in ahsen el kelami wa ablegan nidham, kelamullahi l-Malik il-Qadir il-Aziz il-Allam, kama kala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kelam, wa idha kuri el-Quranu festami'u lah, wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala khatamihim wa sayyidihim ajma'in. Muhammad ibn Abdullah al-Mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib Allahumma kama wa'adtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا أخي